Një situatë e pazakontë ka ndodhur në Zvicër ku klubi Bellinzonës është njoftuar zyrtarisht se i është hequr licenca për të marrë pjesë në kampionatin e kategorisë së dytë të futbollit të këtij vendi, një vendim që ka lidhje me ndryshimin e pronarëve të klubit. Çdo transferim pronësie i klubeve shqyrtohet nga Liga e Futbollit Zviceran dhe kjo e fundit nuk ka qenë e kënaqur me ndrrimin e pronarëve që ka ndodhur te Bellinzona, ku aksionet kaluan nga Pablo Jesus Betancourt e biznesmeni kolumbian Juan Carlos Trujillo Velázquez. Kësaj ajo i ka hequr licencën që i kishte dhënë klubit në muajin maj dhe ka bërë të ditur se ka 5 ditë kohë për të apeluar vendimin para se të bëhet final dhe të përjashtohet nga kampionati. Kjo ka krijuar një situatë kaotike te klubi i cili kishte rigjetur buzëqeshje në fundjavë fal fitores 2-0 ndaj Stade Nyon, ku në suksesin 2-0 la shenjën e tij dhe Armando Sadiku, autori i golit të parë të ndeshjes. Bellinzona aktualisht mban vendin e fundit në renditje me 10 pikë pas 16 ndeshjesh të luajtura.